Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, tha se brenda koalicionit vlen, shumica duan që edhe në zgjedhjet lokale të shkojnë bashk, por siç tha, për dallim nga Arben Taravari që kërkon që në listat për këshilltar ASH-ja të shkojë e vetme. Po, qëndrimi dominant në brenda vlenit është që ne shkojmë si koalicion. Kemi marrë mandat nga qytetarët dhe në pushtetin qendror dhe gjithashtu kërkesa e qytetarëve është që ky koalicion të vazhdoj bashkë edhe në zgjedhjet lokale. Edhe njerë po them që shumica, pjesa dominante e koalicionit jemi të unifikuar që shkojmë bashk edhe për kandidat për kryetar komunave edhe për listat për këshilltar. Sigurisht që duke pasur parasysh që është koalicion me shumë parti politike, ka edhe mendim ndryshe dhe kjo është e njohur për opinionin që kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari në bazë të informatave që i ka brenda Aleancës për shqiptarët, ekziston edhe kërkesa që të shiqohet edhe mundësia që në listat për këshilltar të Aleanca të shkojë edhe e vetme. Kërkesa jonë si koalicion është që shkojmë si koalicion edhe për kandidatët për kryetar edhe për listat. Kasami tha për Arben Taravarin se nuk ka kërkuar përqindje për ndarjen e listave të këshilltarëve, pasi siç tha nuk është hapur si temë, por ka kërkuar që në listat për këshilltar të jetë e vetme. Kasami tha se nuk mund të ketë lista veçmas për kryetarët dhe këshilltarët, që siç thot, ose do të shkojnë bashk, ose ndonjë subjekt do të duhet të shkojë i veçuar. Me të drejtë nuk ka kërkuar përqindje në ndarje të listave, nuk është hapur si temë, po që ka kërkuar dhe përmenda se ka kërkuar që në fillim kërkesa ka qenë që gjithë partitë të shkojnë veçmas në listat për këshilltar, por kur u prezantuar qëndrimi gjithë subjekteve tjera se ne veçmo jemi të dakortësuar që të shkojmë bashk, ashtu si kemi shkuar në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale, në gjitha procesin zgjedhor edhe për kryetar komunave edhe për kandidatët për këshilltar, vazhdoi biseda në drejtim të asaj që Aleanca duhet të vendos, do të jetë pjesë e koalicionit edhe për listat edhe për kandidat ose do të jetë veshma, sepse qëndrimi pjesës tjetër dominon i koalicionit, këtë rast dominon që koalicionit duhet të shkoj bashk. Nuk mund të ketë lista për, më thënë, kandidatët veshmas dhe lista për këshilltar veshmas. O do të shkojnë bashk ose ndonjë subjekt do duhet të shkoj i veçuar në këto zgjedhje, në këtë rast nëse një vendim të tillë do të sjellë Aleanca për shkak. Kryetari i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami, ka deklaruar se në takimin e fundit që kanë patur liderët e vlenit, Arben Taravari ka mohuar se është takuar me liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Ai tha se ASH ka mbetur të vendos nëse do të shkojë veçmas apo bashk me subjektet tjera të koalicionit.